Gjithmonë kemi folur për Vlorën si mbretëresha e turizmit. E këtu nuk kuptojmë vetëm turizmin e detit dhe të rërës, por dhe atë malor, kulturor dhe historik. Vlora është i vetmi qytet në Shqipëri që laget nga dy dete, deti jon dhe ai Adriatik, që popullohen nga një faunë dhe florë shumë e pasur. Gjiri i Vlorës, një ndër gjiret më të bukur të Mesdheut, të mrekullon nga monumentet natyrore, nga bukuria e natyrës bujare, nga mjedisi tundues që të josh të shkosh për herë. Vlora është qyteti i të gjithë shqiptarëve dhe shpresojmë të bëhet dhe i europianëve, i brezave të sotëm dhe atyre të ardhshëm. Më ma natyrë, kjo arkitekte jashtëzakonshme e këtij qyteti i ka dhënë atij aq shumë element, sa që nëse ne jemi të zgjuar e të vëmendshëm, mund t'i kthejmë këto në mirëqenie. Çasti për të shfrytzuar bukurinë e deteve dhe të natyrës më shumë se çdo stin e vitit po vjen. Për një javë futemi në muajin maj dhe fillimi i këtij muaji shënon me fillimin e sezonit turistik në Vlorë. Vitin e parë të mandatit të tretë, kryetari i bashkisë Shpëtim Gjika, ditën e çeljes zyrtarisht të sezonit turistik, u shpreh se Vlora është cilësuar si mbretëresha e turizmit, titull të cilin do të vazhdojmë ta mbajmë. Se sa e ka mbajtur Vlora këtë titull, këtë e ka treguar dhe do ta tregoj koha, jo me fjalë, por me vepra. Po nuk është koha që të bëjmë analizë për shumë gjëra, po i tregojmë disa gjëra vetëm me pamje. Tani është koha për t'ju përveshur punës për të mirën e përgjithshme si të qytetit dhe të qytetarëve. Se sa të përgatitur jemi ne për të qenë të suksesshëm e për të përballuar me standard të kënaqshëm sezonin turistik, jemi apo nuk jemi të përgatitur për çeljen e sezonit turistik? Ku janë më të theksuara mangësitë e qytetit tonë në fushën e turizmit? A kemi apo nuk kemi ne infrastrukturën e nevojshme për këtë qëllim? Kamera e televizionit Vlora Channel ju drejtua sot qytetarëve. Le t'i dëgjojmë ata me zërin e tyre. Jo, nuk jemi të përgatitur si qytet. Pse? Jo, akoma nuk janë marrë masa që i takojnë kohës, që i takojnë periudhës kohës turistike. Konkretisht. Ka shumë babazërthi, nuk janë marrë masat. Akoma rrugët janë parregulluara mirë. Ka edhe suksese, mos jeni poshtë. Ka. Jo, unë nuk thash, unë pyeta që çfarë mund të bëjmë. Por ama ka edhe shumë parregullsi. Ka shumë parregullsi, duhet marrë akoma masa. Faleminderit. Edhe një problem tjetër, më shumë spikat problemi i pastërtisë. Nuk mund të paraqitesh pranë një turisti me pa pastërti të theksuara. Duhet përkushtuar, bashkia duhet përkushtuar pastrimit të qytetit. Edhe dekoracioni, sigurisht, ka vlerën e tija, po edhe problemet e qarkullimit kanë vlerën e tyre. Po edhe një problem që në base se kemi në agjendën tuaj, po ka mbuluar dunjan kafshët parazite. Mund vej turistit në bajkat e qene, lartë e poshtë, këtu e poshtë. Le pastaj zhurma e madhe që njerëzit nuk gjejnë qetësi, nga zhurma e madhe që bëjnë kafshët, qënte dhe meqërit. Më vjen çudi. Ata që kanë marrë përsipër atë punë, t'i sistemojnë, jo të bredhin qëndë kështu rrugë me të 14 anë, e të ndoti dunjan me fekale. Nuk është normale për neve. Po ja se që shini, qarë përgatitje kemi? Çfarë mendoni juve? Në është këtë mendimi ju është kjo që shikore që është Vlora, shi gjadet, shi ato trotuard, shi ato, nuk ka dorë, s'vjet dorë këtu. Le të vi ajo, do vi sezoni, po do shvilluar ashtia. Hy maj, do të futesh në ato. Asin gjë nuk është bërë. S'bët asin gjë. Mos shikoni se nuk bëhet dorë. Shiheni Vlorën, që Vlora duhet të shëmbëll në Shqipëri. Vlora është me pistja. Vlora është. Së vjetë dorë.
Po unë e shikoj ashtu me sytë e mi, nuk ka pastërti. Shumë dobët. Konkretisht po. Nuk e shikoj Vlorën si ka qenë vitet e tjera që ka pasur më shumë gjallëri, më shumë rinie, shumë poshtë. Po nga infrastruktura, rrugët. Rrugët me sa po shikoj se këto ditë kam lëvizur në këmbë, shikoj shumë i trafiku, nuk është as i ndodhur as siç ka qenë vitet e tjera, dhe rrugët çik të prishura janë. Problemet që të rruga, që të pastërtia, që të ujë s'ka për asnjë gjë. Të gjitha. Nuk më pëlqen. Rruga po na është bllokuar fare, sheshi Flamurit do ishte lule sot. Se ndaj e ka dhe emri sheshi Flamurit, që do ishte shumë më i bukur nga çka qenë. Ai po rrin në vend akoma. Jemi të papërgatitur. Me shikojmë neve si njerëz të qytetit jemi këtu. Është pa pastërtia është që bie në sy njerë. Na bie neve në sy jo të huaj që ta shikojmë. Sheshi Flamurit që është vendi i ndritur i Vlorës, është prishur edhe as ka për të ndërgjë me si e kanë filluar prapë. Ata punëtora, 5 punëtora aty as cilësi, as gjë. Bëhen punë pa cilësi, çdo vend. Pa kontrolluar më, hidhe leku e nuk kontrollohet. Ca gjëra që nuk e dim me si popull se si do bëhet, se si do bëj. Flitet shumë, po marr të jetë për gjithë njerëzit. Shpresa kemi, po. Sa do bëhet, nuk di. Jemi shumë të përgatitur, që nga i fundit deri tek ai i krejt. Konkretisht si jemi përgatitur? Për sezonin turistik, për ato që patët pyetjen. Akoma. Nuk e di, po me të shumë asnjë gjë nuk po bëhet. Si mos zona e pastrimit Vlorës është për tokë. Zona e territori Vlorës. Përgatitur jemi, po faktet nuk flasin. Konkretisht ku? Po duke nisur nga zona që do bëhet plazhi, është pa pastërti, nga prishjet, nga gjërat shu. Rrugët, nga uji i ftohtë në Vlorë, rruga kryesore nuk është në rregull. Tërë gropat të pusetat pak a pak. Çdo gjë u prish dhe rruga që jemi neve ande shkret të tir, ora 9 i darkë s'ka këm njeriu, njerëzit kanë frikë të dalin. As tu, çfarë sezon do bëhet turistik? Vlora si vetë shumë brapa, ja, vinë maj fillon sezoni. Ja. Përse? Po shikojmë as një lloj përgatitje, as pastrim, as çdo gjë është e prishur, çdo gjë është e shkatëruar, asnjë gjë. Po thonë çdo gjë, e keni fjalën për infrastrukturën? Infrastrukturën, rruga është për i bret, s'kalon dot për ujë të ftohtë. Se kalon dot të vesh te tuneli se është gropa. Nuk shikoj ndonjë gjë vërtet që të më bëj të lumtur që vërtet tash po fillojnë pushimet verore, nuk e di, s'po shikoj ndonjë gjë. Do me thënë je pa kënaqur? Po, thuaj se po. Problematikat më të mëdha herë, unë mendoj për qarkullimin herë, tu s'ke nga kalon, sepse duhet ishte diçka më interesante, më zgjedhur për të bërë qarkullimin, që vërtet njerëzit të kenë mundësi të mos ngelen në rrugë duke pritur. Këtu rreth qytetit nuk po shikoj në një gjë të minus, do me thënë në një gjë negative, po nuk e di s'kam dalë edhe nga buzëtetit shikoj nëse vërtet atje ka diçka që t'jetë tamam për vizitorët që vinë për pushime. Nuk është aty ku duhet. Pastërtia? E pastërtia, nuk është në atë nivel që ne vërtet e kërkojmë, nuk është. Në Vlorë duket që nuk ka. Shikohet vetë ambienti, si që është vetëm plazhi që ekzistuesi. Prandaj në këtë drejtim, unë nuk jam për atë punë që këtu ka turizëm, nuk ka turizëm. A jemi të përgatitur nga infrastruktura? Ku është e përgatitur kjo punë? Ku ndodhet? Ku gjendet kjo infrastruktura? Nuk dihet, nuk po shikohet, se duhet shikohet kjo tjetë. Që nuk duket në asnjë vend që të jetë kjo përgatitje e tillë. Prandaj nuk them dot, jam shumë i ftohtë për këtë punë. Me sa dim ne jo, nuk. Konkretisht përse? Sepse nuk është marrë asnjë mas në plazhin e ri të paktën. U prishën ato objektet, u hoqën edhe kanjullat, është bërë sikur ani bërdysh kur i them këtej nga Vlora. Nuk do merret vesh atje kush do hyje, kush do dali, ku do rinë shtrirë familjarë dhe ku do
ven njerëzit, do ketë një rregull, s'do ketë një rregull, si do administrohen, thonë që 20% do ta ketë bashkia. Atëherë pse u prishën gjitha këto, kur 20% do ketë prap bashkia dhe nuk do ta ketë gjithë plazhin, nuk do jetë publik? Përse ishte? Ishte vetëm për një fushat, për të hedhur syve njerëzve që ja se që po bëjmë ne. Atëherë bëje bujrën, erdhi maj, erdhi ditë e turizmit, e plazhit, kur do vënë njerëzit, ku do shtrihen atje? Një kafenet për të një vend për të pirë një kafe s'ke, një pije freskuse s'ke, atëherë çfarë? Do rindërtojnë prap nga e para, do japin miqve dhe shokëve të tyre. Për këtë ky ishte qëllimi kryesor i prishjes këtyre objekteve brenda plazhit. Ngri, të jenë për sëmbari, të jenë në shërbim të popullit, po jo prish e mos ndrejq. Kjo është vetëm prish e mos ndrejq. Po për infrastrukturën, rrugore, pastërtim. Ka një vit e gjysmë që kur ka filluar gjyqi i kryetarit bashkisë, Vlora as ka patur dhe as do ketë më interes për infrastrukturën rrugore. As për gjë. Nuk shikojmë asnjë investim, asnjë punë, asnjë pregje nuk shikohet në Vlorë. Sikur nuk ekziston bashkia. Shikyr që është ajo SHPK-ja që heq plerat, edhe bravo i qoftë, se gjë tjetër këtu në Vlorë nuk funksionon asgjë si shtet. Asgjë si shtet. Çfarë ka? A është Vlora e përgatitur për sezon? S'është e përgatitur fare. S'ka lëvizur asnjë gjë, as nga Bregdeti, as këtej nga qendra. Konkretisht çfarë? Po për shembull pastrimin e plazheve, rregullimin sistemimin e aty prishjeve që janë bërë gjatë kësaj fushate kur çfarë të themi. Edhe në përgjithësi nuk ka asnjë gjë të sigurt që do bëhet më mirë. Infrastruktura, a nuk po ju duket se po përmirësohet apo përkeqësohet? Po përkeqësohet shumë, sidomos ato lagjet në brendësi janë bërë për telefare. Edhe këtu edhe ja kemi konkretisht punë atë rrugën e sheshit Flamunit që është dërmuar fare, shkatëruar. 2-3 herë kanë ndërhyrë dhe akoma se kanë realizuar, se kanë rregulluar me fjalë. E pa pëlqyer akoma. Po infrastruktura në qytetin e Vlorës në sektorin e plazhit, kanalizimet kanë ngelur në gjendje siç kanë qenë, asnjë ndryshim. Derdhen gjithë ujërat e zeza. S'ka turizëm atje, prishjet janë që u bën po sistemohet akoma terreni, kaq nuk është e përgatitur.